Banorët e Reqisës së Madhe në Tetov protestuan në pikën pagesore në Tetov për shkak se, siç pohojnë, tokat e tyre që duhet të merren për ndërtimin e korridorit 8 po paguhen me një çmim shumë të ulët. Prehen se nuk janë kundër ndërtimit të infrastrukturës rrugore, por çmimi prej 3 apo 4 eurosh për metër katror është qesharak dhe i papranueshëm. Fusha dhe tokat tona janë mundi familjarëve tanë. Janë burimi jetesës tonë dhe trashëgimia që u alon fëmijëve tanë. Nuk është e drejtë që ato të merren me çmime shumë të ulta nga ana e qeverisë të Republikës së Maqedonisë. Pa marrë parasysh vlerën reale dhe dëmi që shkaktohet pronarëve. Ne kërkojmë kompenzim të drejtë, transparencë nga ana e shtetit dhe të barabartë për çdo qytetar. Që përket me projektin e korridorit 8. Sot ne u bëjmë apel në qeveri, deputetëve tonë që ta marrën parasysh këtë iniciativën tonë, për arsye se nuk kemi krah tjetër. Si ministri, si deputetët duhet marrën parasysh punën tonë, tokat tona nuk mund të paguhen me 3 euro. Vlera e kësaj toke është shumë më e madhe se sa ato gjiminuar. Ne nuk kemi kundra korridorit, kundra zhvillimit, kundra njëmë, por ne ta vlerësojmë tokën. Sa vlen, kjo nuk është kategoria e tokës numër 5-6. Kjo është kategoria e parë. Kategoria e parë ka tjetër shmik. Ne nuk jemi në mal, jemi në fush. Nëse e marrëm të mbellim 1 metër katror tokë, do t'japim një produkt i cili i jep 240 denar. Ajo një herë do të mirë dhe më nuk kthehet. Edhe unë jam qytetari i këtij vendi. Kur kaloj këtu te rrugë edhe unë paguaj 30 denar. Për ato në ai mu nuk më thosë unë ta ku marrë taj tokën e në taj dhe të lishyrën taj një jetën të të kalojsh. Banorët thonë se 1 metër katror me 3 apo 4 euro është e papranueshme për ata. Ndërsa sipas tyre, me çfarë do të mbjedhej bujqësore, vlera e frutit të kultivuar do të jetë më e lartë se sa ajo që u ofrohet si kompensim apo shpronësim.